Mirë se ardhjen në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do t'jemi në minutat në vijim. Do ndalemi me njëherë tek mega operacioni i zhvilluar në orë të parë të mëngjesit nga ana e policisë së Durrësit dhe forcat elit Renea për arrestimin e disa personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ku në mesin e tyre është Xhevdet Plaku, i njohur me nofkën Akili, për të gjithë rrezikshmërinë që ky person paraqet dhe sa i njohur është jo vetëm për drejtësinë shqiptare, por edhe për atë italiane. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, cilat janë të gjitha detajet që ke mundur të sigurosh nga ky mega operacioni i policisë së Durrësit dhe Reneas, kush janë të arrestuarit dhe çfarë ka ndodhur ditën e sotme? Përshëndetje Kasandra, në fakt policia e Durrësit së bashku me forcat Renea mbrëmjen e djeshme në zonën e Gjirit të Larzit në veri të qytetit të Durrësit kanë kryer një operacion ku kanë për të mundur arrestimin e 7 persona me rrezikshmëri të lartë, mes tyre dhe të shumë kërkuarin Xhevdet Plaku, 45 vjeçarin, i cili më herët u kishte shpëtuar plot 5 atentateve dhe ishte ekstraduar 4 herë në drejtim të Shteteve të Bashkimit Evropian, atje ku ishte shpallur në kërkim nga autoritetet përkatëse. Ndërkohë që operacioni i mbrëmjes së djeshme ka qenë një operacion ku ka marrë pjesë forcat të shumta të policisë së Durrësit dhe të mbështetur nga forcat Renea, ku pas disa informacioneve të siguruara në rrugë operative, policia e Durrësit kishte mësuar se në një restorant në zonën e Gjirit të Larzit ndodheshin një grup personash të cilët ishin të armatosur dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ku më pas kanë vënë në dieni edhe strukturat të tjera ligjzbatuese, të cilat bashkarisht kanë organizuar dhe operacionin i cili përfundoi me arrestimin e 7 personave të cilët, sikundër thamë edhe pak më lart, janë me rrezikshmëri të lartë. Dhe konkretisht janë shtetasit Xhevdet Plaku, Pation Qesja, Jurgert Xhani, Oltion Hasani, Voltan Xhani, Florenc Meçja dhe Plogert Hasanaj. Janë pothuajse të gjithë personat të cilët janë pjesë të grupeve të ndryshme kriminale në qytetin e Durrësit, por edhe pjesë e grupeve të shpërndarjes së lëndëve narkotike në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Për këtë operacion ka folur edhe drejtori i policisë të qarkut të Durrësit, zoti Wilson Bala, e dëgjojmë dhe rikthehemi sërish bashkë në lidhje. Ditën e djeshme, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në Gjirin e Larzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këto informacione, në analizën e rrezikut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të drejtorisë forcë posaçme operacionale. Me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Rezultoi se te tavolinë ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim Florenc Meçja, alias Gega, alias Drini, Voltan Xhani, 39 vjeç, Jurgert Xhani, 35 vjeç. Nga ana e shërbimeve u arrestuan shtetasit OH, 38 vjeç, FQ, 36 vjeç, banues në Tiranë, shtetasi AH, 45 vjeç, banues në Mamurras. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende të tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Theksojmë faktin se ky operacion është organizuar dhe zhvilluar një kohë rekord me profesionalizëm të lartë, duke finalizuar me sukses pavarësisht shkallës së lartë rrezikshmërisë shoqërore të personave cituar më lart, ku 3 prej tyre kishin armët e zjarrit me fishek në folek gati për qitje. Leonida, vetëm pak minuta më parë, në fakt, policia e Durrësit ka dhënë edhe njoftim zyrtar ku ka ndarë edhe pamjet nga ky mega operacion, edhe ne me ndihmën e regjisë do kemi mundësinë që t'i shohim edhe një herë këto pamje ku shihen forcat Renea, të cilët kanë ndërhyrë me një herë në një tavolinë ku ndodheshin të 7 personat. Shohim teksa e gjithë tavolina në fakt rrethohet nga forcat speciale Renea, të cilët bëjnë të mundur kështu edhe arrestimin
emrin e këtyre personave të cilët po darkonin në ambientet e këtij restoranti në Durrës. Leonida, cila është lidhja mes këtyre personave të cilët janë vënë në prangë dhe cilët në fakt po darkonin së bashku në ambientet e këtij restoranti? Po, në fakt, Kassandra, sipas informacioneve që vijnë nga policia e Durrësit, duke marrë parasysh edhe faktin që këta persona ishin të armatosur, pra 4 prej tyre dhe të cilët ndodheshin në këtë tavolinë ku bënin pjesë 7 antarë dhe mendohet sipas policisë dhe sipas përgjimeve që ka patur aty, mendohet që mund të ishte një diskutim mes këtyre antarëve të këtij grupi kriminal për të kryer veprimtari të ndryshme kriminale dhe për të marrë udhëzime nga kreu i kësaj bande që është pikërisht shtetasi Xhevdet Plaku. Mendohet se aty do merrin orientime se çfarë do ndodhen në ditët në vazhdim për aktivitetin e tyre kriminal dhe kryesisht ata aktivitete kriminale kishin në fushën e trafikimit, prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. E kuptoj. Të falenderoj, Leonida, për raportimin e drejt për drejt. Ne do vijojmë të mbetemi në fakt po të ky mega operacion i realizuar në qytetin e Durrësit. Kam në një lidhje të drejt për drejt tani kolegun Ervin Leka për të mësuar më tepër lidhur me gjithë historikun dhe precedentët penal për të gjithë 7 personat e arrestuar ditën e djeshme në qytetin Bregdetar, persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ervin, të përshëndes, kush janë të arrestuarit me rrezikshmëri dhe precedent të mëparshëm penal nga ky mega operacion në qytetin e Durrësit? Kassandra, në fakt nga 7 të arrestuarit, por edhe sipas policisë edhe nga e shkuara e tyre kriminale, 3 prej tyre cilësohen me rrezikshmëri të jetë të lartë për shoqërinë për shkak të të shkuarës dhe përfshirjes në 10 trangjarje kriminale. I pari me rrezikshmërinë më të lartë bëhet fjalë për Xhevdet Plakun, alias Kisi apo Akili, por i njohur edhe me Nofkën Deti. Në fakt janë 25 identiteti që ka përdorur në të kaluarën Xhevdet Plaku, 45 vjeçari që tashmë është vënë në prangë nga ana e forcave Renea në zonën e Durrësit dhe pikërisht e shkuara e tij kriminale ka cilësuar duke bërë një nga personat që pra ka qenë i kërkuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali për shkak të arratisjeve që ai ka bërë, ndërsa të paktën sipas autoriteteve është i përfshirë jo vetëm në trafikun e kokainës dhe lëndëve narkotike, duke drejtuar një grup kriminal në Holand me që merri me trafikimin e kokainës nga vendet e Amerikës Latine, por edhe në ngjarje të tjera kriminale duke kryer vrasje apo edhe porosi për vrasje. Emri në fakt i Xhevdet Plakut ka dalë edhe në dosjet e Sky ECC, ku në fakt në të vitit 2019 do t'i bëhej edhe një atentat, por edhe disa atentateve të tjera, të paktën 5 atentateve që u ka shpëtuar Xhevdet Plaku, ndërsa në komunikime që janë zbardhur nga ana e prokurisë së posaçme SPAK, ai do të vritej duke u spionuar edhe nga një shef krimesh, pra siç ishte Dedan Gjoni, por në momentin e fundit si duket informacioni nuk është dhënë dhe Xhevdet Plaku ka mundur që të shpëtojë. Po ashtu ai në Itali është i njohur për një drejtues, pra si një drejtues i një grupi tjetër kriminal, por edhe për arratisjet që janë bërë, ku në fakt pra e fundit ka qenë në vitin 2025 nga burgu i Ankonas, ku bë edhe lajmi pra për arratisjen e tij, që si duket mundi që të vinte në Shqipëri, ku është fshehur të paktën sipas dyshimeve që nga janari i këtij viti e deri në këtë moment e pravion të ishte i fshehur në ndjes në zonën e Durrësit. Pra i njohur me 25 identiteti, si duket kjo ishte një mënyrë që ai të fshihej botës së krimit për shkak të veprave të shumta penale që ai kishte bërë. Një emër tjetër në fakt i përfshirë në këtë arrestime pra është Flobenc Meçja, edhe i cili po ashtu njihet edhe me mbiemrin Gega apo Drini, 43 vjeç banues në Shkodër. Edhe për këtë prokuria e posaçme ka lëshuar masën e arrestit me burg si organizatori një atentati, por edhe për sa i përket veprave të tjera, për fshirje dhe sigurim kushtjes për të kryer vrasje, i cili paktën sipas informacioneve të policisë ka qenë autor i dyshuar i një vrasje të ndodhur në qytetin e Shkodrës, por edhe atentate të ndryshme që kanë bërë pra porosi për sa i përket ngjarjeve të ndodhura edhe në qytetin e Elbasanit. 43 vjeçari Flobenc Meçja në fakt del edhe tek operacioni Plumbi i Art, ku në aplikacionin Sky ECC ai komunikon me Franz Çopjan
për një porosi për të vrarë Erion Alibeni, njohur ndryshe me Nofkën Krymi, ku në fakt fliteshin për shuma teje të larta që renditeshin deri në 5 milion euro pra për të kryer një vrasje. Këto janë zbardhura nga aplikacionet SkyECC në SPAK nga prokuroria e posaçme, gjë po ashtu është i dyshuar edhe për vrasjen e Arjan Spahiut. Paktën këto janë dyshime të ngritura nga ana e prokurorisë së posaçme. Emri i tretë, të paktën sipas policisë që është me rrezikshmëri teje të lartë, bëhet fjalë për Voltan Xhanin, po ashtu i dyshuar për një vrasje të ndodhur në vitin 2024, konkretisht 30 gusht 2024 të shtetasit të Elis Rëshkodoli, dhe pikërisht u dyshua se Voltan Xhani është autori 39 vjeçar, pra nga përmeti që ka kryer këtë ekzekutim, i cili po ashtu kërkohet për vrasje dhe arresti me burg, pra është masa e sigurisë që është taktuar nga gjykata e Shkodrës për sa i përket pra sigurimit të kushteve për të kryer vrasje, ku së bashku me të pra një nga të arrestuarit është edhe Juget Xhani, po ashtu nga përmeti 35 vjeçar. Në fakt, Kassandra, janë 3 emrat më të konsoliduar të botës së krimit, të paktën që janë pasur në kërkim nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK, por edhe autoritetet që i fshihin drejtësisë, që si duket tashmë me këtë goditje që ka bërë Enea në Durrës, kemi pra vendosjen e tyre para drejtësisë dhe pritet që të dalin edhe para gjykatës për të njohur si me akuzat, por edhe dënimet që mund të jepen për ta. Falenderoj, Ervin, për raportimin e drejt për drejt. Tani do ndalemi të flasim për një tjetër operacion të rëndësishëm të zhvilluar. Pak ditë më parë, 3 grupe kriminale që u goditën nga SPAK dhe antimafia në operacionin Ura funksiononin për trafikun e drogës, 2 në Shqipëri dhe 1 në Itali. Sipas Eurojust, ata trafikonin mbi 1.8 ton heroin dhe kokain nga Turqia dhe Ekuadori. Trafikanti Dursak, i njohur si Visi i Pojës, garantonte trafikun e drogës drejt Italis, në lidhje të ngushtë me një tjetër Dursak dhe kok e grupit me emrin Adi Çoba. Grupi Poja që u godit nga hetuesit italian në bashkëpunim me SPAK kishte në përbërje 3 nëngrupe, që funksiononin të ndërlidhur për trafikun e tonelatave kokain dhe heroin. Grupi i cili në total kishte 40 shqiptar dhe 12 italian, kishte role të ndara nga financimi, gjetja, magazinimi dhe shpërndarja e lëndës narkotike. 2 prej nëngrupeve ishin të vendosura në Itali, ku një prej tyre merre me laborator për të ndarë dhe paketuar kokainën dhe heroinën, ndërsa grupi tjetër kishte rolin e shpërndarjes mes tyre dhe 6 shofer autobusësh të linjës Durrës-Bari. Por kush janë 3 drejtuesit kryesor të grupit Poja që merreshin me trafikun e kokainës? I pari i këtij grupi ishte Elvis Doçi, i njohur edhe si Visi i Pojës. Ai drejtonte rrjetin e trafikantëve, ndërsa ishte përfituesi kryesor i parave që vinin nga shitja e drogës. Jo vetëm Elvis Doçi, por në grupin kriminal të Durrësit kishte edhe një tjetër person, bëhet fjalë për Indrit Tafilin, i cili rezulton të jetë një tjetër figurë qendrore në grupin kriminal që trafikonin kokainë dhe kryenin pastrim parash. Indrit Tafili rezulton se është lidhje familjare Elvis Doçit. Nga hetimet rezulton se Tafili në bashkëpunim me Erlind Laskun arrinin të transportonin parat me autobusët të udhëtarëve. I treti që po ashtu drejtonte një grup kriminal në Itali është Adi Çoba. Ky i fundit rezulton të koordinonte dhe drejtonte nga Shqipëria aktivitetin antarëve të tjerë të organizatës në Itali. Në dosjen italiane, Çoba është përfshirë edhe vetë në trafikun e drogës, ku në janar të vitit 2022 nga Shqipëria është dërguar drejt Italisë rreth 25 kg heroin. Nga antarët e grupit kriminal, Çoba njihen ndryshe, edhe si Bazholi, Bisha, Ishëndoshi apo Cigani. Pjesë e këtij grupi rezulton të jetë edhe emri i Reditushës, vëllai Ervis Tushës, një prej truprojave të Sali Berishës. Ai del në përgjimet ambientale të kryera ndaj Ergis Presit, Gencit Telollarit dhe Gerti Aliut, teksa është i përfshirë në trafikun e heroinës. Pas aksionit të së mërkurës, policia zhvilloi një kontrolle në portin e Vlorës, ku dyshohet se është përdorur nga grupi kriminal për trafikuar drogë. Përveç sasisë të kapur nga autoritetet, grupi Poja, sipas hetuesve, ka mundur që të shpërndajë dhe të përfitojë para nga shitja 1.8 ton kokainë dhe heroin. Dhe disa prej të arrestuarve gjatë operacionit Ura do të njihen sot me masën e sigurisë. Në gjykatën e posaçme ndodhet kolegu Ermal Via, e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Ermal, të përshëndes, ka nisur seanca për të arrestuarit të operacionit Ura? Kassandra, në fakt, seanca e parashikuar të niste në orën 10:30 minuta ka nisur disa minuta me vonesë. Kjo për shkak se avokatët mbrojtës të personave të arrestuar i kanë kërkuar kohë gjykatës që të njihen me dosjen. Tashmë ata kanë marrë në dispozicion dosjen hetimore të prokurorisë së posaçme, do të shohim në fakt nëse do të ketë sërish një tjetër shtyrje që avokatët të njihen me aktet apo me momentet ku përfshihen klientët e tyre. Nga ana tjetër, ditën e sotme do të njihen
Në gjykatën e posaçme me masat e sigurisë, 14 nga 29 persona ndaj të cilëve gjykata e posaçme ka lëshuar masë sigurie, pasi deri më tani janë ekzekutuar 14 masa sigurie, 12 prej të cilave kanë qenë, po themi, të arrestuar gjatë operacionit, ndërsa 2 të tjerë kanë qenë të arrestuar më herët dhe mbaheshin në ambientet e qelis për shkak se kanë qenë të arrestuar për vepra të tjera penale që nuk lidheshin, le të themi, me operacionin e madh u godit një grupi strukturuar kriminal të cilët operoni kryesisht në qytetin e Durrësit. Nga ana tjetër, ditën e sotme, nëse me lejoni, do të njihen me masat e sigurisë personat që janë arrestuar gjatë këtij operacioni, siç është Orges Molla, Altin Morina, Armand Tragaj, Akil Nderjaku, Musa Koça, Rando Aliu, Sokol Tatani, Bexhet Mema, Erviz Deti, Ligor Çombashi, Altin Pietri, Ervin Zeqiri, Gëzim Thartori dhe Alfred Hysa. Këta persona dyshohen si të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, kryesisht nga shteti italian apo dhe përmes Shqipërisë, apo edhe në vendet Amerikës Latine, ku cilësohet në fakt drejtues Elvis Doçi, një nga personat që vijon të jetë i shpallur në kërkim pasi nuk është bërë ende i mundur arrestimi i tij. Të falenderoj. Ermal për raportimin e drejt për drejt, për të ndalur tani tek një tjetër zhvillim, policia e Elbasanit ka nisur hetimet në lidhje me një rast për dyshime për krime zgjedhore në qytetin e Elbasanit. Pas pamjeve të transmetuara në një rast publik në media, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të Peqinit kanë shkuar në një lokal në fshatin Pekisht, aty ku janë gjetur disa materiale të dyshuara zgjedhore dhe kanë verifikuar këtë rast. Gjatë veprimeve të kryera në vendngjarje në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit, në lokalin e Dervish Beqirit janë gjetur dhe sekuestruar 10 flet të ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara, të dyshuara, të falsifikuara, si edhe një listë morore zgjedhësish. Gjithashtu është sekuestruar portofoli i Dervish Beqirit me 280.000 lekë. Më tej gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Dervish Beqiri është gjetur një pushke vjetër dhe një pistolet zhurmuese sportive. Shqipëria bën një tjetër hap më pranë Bashkimit Evropian. Në Bruksel u çelën negociatat për grup kapitullin e konkurrueshmërisë dhe rritjes gjithëpërfshirëse, një kapitull i rëndësishëm me fokus ekonominë. Kryeministri Edi Rama tha se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian po ecën pa ndalim. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos uroi Shqipërinë dhe tha se vendi është një hap më pranë BE-s. Në 8 muajt e fundit, Shqipëria ka hapur negociatat me Unionin në 27 fusha. Shqipëria është një hap më pranë Bashkimit Evropian. Këtë të njëjtën në Bruksel u mbajt konferenca e 5 ndërqeveritare, ku u hapën negociatat për grup kapitullin konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, e dyta në më pak se një muaj. Në emër të Shqipërisë, bisedimet i udhëhoqi ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, i cili ishte i shoqëruar nga ministri Adea Pirdeni dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka. Hapja e sotme e 8 kapitujve të rinj pasqyron progresin e bazuar në merit të Shqipërisë dhe është një shenjë e qartë se sa larg kemi arritur në një kohë kaq të shkurtër. Rruga jonë drejt Bashkimit Evropian nuk ka qenë kurrë më e qartë ose më e vendosur. Kryeministri Edi Rama vlerësoi ritmin e lartë me të cilin po punohet për integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë tha se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vazhdon pa ndalim. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi çeljen e negociatave për 8 kapituj të rinj nga grupi 3. Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Deri tani janë hapur negociatat për 24 kapituj në vetëm 8 muaj dhe mbeten vetëm 11 të tjerë për t'u hapur, një ritëm tejet i lartë që tregon përparimin e Shqipërisë dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian për të arritur objektivin e përbashkët të mbylljes së negociatave në 2027. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos uroi Shqipërinë për hapjen e grup kapitullit të tretë, duke cilësuar një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Urime Shqipërisë për hapjen e grupit të tretë mbi konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Kjo do të thotë një ekonomi më e fortë shqiptare në dobi të qytetarëve tuaj dhe një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Zgjerimi i Bashkimit Evropian ka të bëjë me përparimin ditë pas dite. Grup kapitulli për konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse përfshin politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor si dhe median e transformimin digjital. Kjo do të thotë shërbime publike më të thjeshta dhe transparente, mbrojtje më të fortë për punëtorët dhe vende pune më të sigurta. Po ashtu bizneset shqiptare do të kenë mundësi të rriten dhe të jenë konkurruese në tregjet europiane, ndërsa të rinjt shqiptar do të kenë më shumë akses në arsim,
bursa, kërkim shkencor apo edhe programet e trajnimit të Bashkimit Evropian. Për gjatë këtyre 8 muajve, Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian për 27 fusha. Fillimisht u çel grup kapitulli themeloreve, që përfshin sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Më pas u hapën negociatat për grup kapitullin e marrëdhënieve me jashtë, si dhe tregun e brendshëm. Ambicia e qeverisë është që deri në vitin 2027 të mbyllen të gjithë grup kapitujt e integrimit, në mënyrë që brenda 2030-s Shqipëria të jetë anëtare me të drejtat të plota e Bashkimit Evropian. Ky objektiv u konfirmua edhe nga liderët dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, të cilët nga Tirana rikonfirmuan mbështetjen për perspektivën europiane të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama garanton se qeveria shqiptare do të ketë në vëmendje dhe shqiptarët e Preshevës si për të drejtat e tyre, ashtu edhe për perspektivën ekonomike. Rama ju drejtua me anë të një letre kryetares së komunës së Preshevës, Ardita Sinanit, në përgjigje të urimit të dërguar prej saj përfitore në zgjedhjet e 11 majit. Shqipëria do të jetë zëri i shqiptarëve në luginën e Preshevës, jo vetëm për mbrojtjen e të drejtave të tyre, por edhe zhvillimin ekonomik. Ky është zotimi i kryeministrit Edi Rama në letrën drejtuar Ardita Sinanit, kryetares së komunës së Preshevës. Dua t'ju siguroj se bashkëpunimi ynë do të vazhdoj të rritet dhe forcohet si shprehje e vëmendjes dhe përkujdesjes së qeverisë shqiptare ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe angazhimit të saj të qëndrueshëm në mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të tyre, si edhe në rritjen e forcimit e zhvillimit ekonomik dhe standardit jetësor të shqiptarëve në luginë. Kjo letër e bërë publike nga Sinani këtë të njëjtë vjen pas urimit që kjo e fundit i bëri Edi Ramës për rezultatin që socialistët morën në zgjedhje. Kryetaria e komunës së Preshevës, dikur ish këshilltarja Albin Kurtit, e cilësoi burim shprese dhe qëndrueshmërie kontributin e kreut të qeverisë shqiptare ndaj luginës. Po ashtu Sinani kërkonte Ramës që të rikthehej në Preshev, teksa vlerësoi faktin që Shqipëria ishte një zë i fortë kundër pasivizimit të adresave. Por teksa ish këshilltarja e Kurtit ka qenë ndër të parat në rajon që ka përcjell mesazh urimi për Ramën, nga Prishtina zyrtare nuk ka ende një reagim. Për më tepër që mesazhet nuk kanë munguar as nga liderët më të rëndësishëm evropian, të cilët nga Tirana rikonfirmuan mbështetjen për Shqipërinë. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha në Prishtinë se Unioni ka nisur të heqë disa nga sanksionet e vendosura 2 vite më parë Kosovës, por diplomatja shtoi se është e rëndësishme që të tregohet me fakte konkrete se është çtensionuar situata në veriun e Kosovës. Sanksionet u vendosën pas një përplasje në veri në maj të 2023-shit si ndëshkim për qëndrimin e qeverisë së Kosovës në shpërfillje të kërkesave të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, nga Prishtina, dalesa e dytë e saj në Ballkan pas Beogradit, deklaroi se për Kosovën ka nisur heqja graduale e sanksioneve dhe se për këtë ajo po angazhohet personalisht, edhe pse brenda Brukselit ka diskutime. Bloku ka filluar të heqë masat, por është me rëndësi të kuptohet se nuk duam të shohim për shkallëzim në veri. Unë personalisht jam duke i bindur vendet anëtare se ne duhet të heqim masat për Kosovën, por disa thonë se Kosova duhet ta respektojë marrëveshjen e Ohrit. Dhe për shkallëzimin në veri, bie ndesh me këtë, ne jemi gati t'i bëjmë hapat ton, por kemi vërtet nevojë të shohim shtensionimin në veri. Kallas nga Prishtina u ka bërthirrje dhe partive parlamentare në Kosovë të bashkëpunojnë për ta zhbllokuar ngërçin politik në vend. Formimi i kuvendit të ri dhe i qeverisë së re është thelbësor për stabilitetin, rritjen dhe të ardhmen europiane të Kosovës. Prioritet duhet të jetë e ardhmja e Kosovës dhe liderët politik duhet i lënë anash ndasitë. Në vizitën e saj të parë në Kosovë, shefja e politikës së jashtme të BE-s tha se Brukseli është i gatshëm të mbështesë vendin, edhe pse nuk shpjegoi se kur ka filluar heqja e masave, por shtoi se ky vendim hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës, por edhe për lidhje më të ngushta me Europën. Ndalesa e parë e Kallas ka qenë në Beograd, nga ku kërkoi përkushtim real të Serbisë për reformat dhe dialogun, ndërsa presidenti Vučić i kujtoi edhe një herë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sanksionet e BE-s ndaj Kosovës u vendosën në qershor të vitit 2023 me arsyetimin se qeveria Kurti po vepronte me njanë-shmëri dhe jo në bashkërendim me perëndimin në komunat veriore, çka nxiste më tej tensionet dypalshe.
Miqni, drejt për së drejti, Shqipëria sot ndonë se sezoni verës ende nuk ka nisur plotësisht. Në qendrën shëndetësore në Belsh janë regjistruar raste të shumta të pickimeve nga insektet, kryesisht tek fermerët që merren me bujqësinë. Kam në një lidhje të drejt për drejt për këtë çështje Disona Skënderi. Edisona, të përshëndesa, shqetësuese është kjo situatë, si paraqitet situata aktualisht në qendrat shëndetësore të qytetit të Belshit dhe çfarë apelojnë mjekët? Përshëndetje Kasandra, referuar edhe të dhënave nga mjekët në qendrat shëndetësore të Belshit, duket se situata ka filluar të jetë serioze për shkak të shqetësimeve serioze nga ana tjetër që kanë shfaqur persona të cilët janë pickuar nga insektet dhe që kanë shfaqur komplikacione që në disa raste kanë kërkuar edhe trajtim spitalor. Duket se situata bëhet alarmante deri diku gjatë kësaj periudhe, pasi duke qenë se tashmë jemi në fillim të verës dhe thuajse të gjithë fermerët janë duke punuar arat për të ngjellat e tyre, pakujdesia dhe neglizhenca deri diku nga ana e fermerëve ka bërë që rastet me pickime të jenë të shumta, sidomos në zonën e Dumres, e cila ka edhe terrenin e favorizuar sa i takon zhvillimit të bujqësisë. Sipas mjekëve, rastet janë të shumta dhe krahasuar me vitin që lan pas, duket se edhe gjatë këtyre ditëve ka një rritje të numrit të personave, sidomos fermerëve, të cilët kanë shfaqur shqetësime serioze në shëndet si pasojë e pickimeve, kryesisht nga merimangat, por gjithashtu edhe nga gjarpërinjt. Mjekët apelojnë që të tregohet shumë kujdes për të gjithë ata fermerë që do të dalin për të punuar tokat e tyre bujqësore, duhet të kenë një vëmendje të shtuar sa i takon veshjes. Sipas mjekëve, është mënyra kryesore për të mbrojtur nga pickimet e insekteve, por gjithashtu edhe të gjarpërinjve. Duhet të jenë shumë të vëmendshëm në përgatitje përpara se të shkojnë drejt tokave bujqësore. Pasi siç e dim, pjesa më e madhe e fermerëve e neglizhojnë deri diku këtë pjesë, pasi duke qenë se punojnë për orë të gjata në arat e tyre, edhe veshjen shpeshherë e neglizhojnë dhe mundohen që të përdorin rroba të cilat ju krijojnë edhe lehtësi sa i takon mënyrës për të punuar, por që sipas mjekëve duhet të përgatiten mirë përpara se të dalin për të punuar tokat bujqësore, duke qenë se edhe javët në vijim do të jenë me temperatura shumë të larta, gjithashtu duhet të marrin masat për të mbrojtur edhe nga dielli. Ndërsa mjeku që ne kemi pyetur, i cili për disa vitesh shërben në qendrën shëndetësore të Belshit, e cila trajton rreth 40.000 banor të gjithë zonës Dumres, mjeku thotë që fermerët duhet të jenë të vëmendshëm, sidomos gjatë ditëve që do të vijnë, ku temperaturat do të jenë ende më të larta dhe po ashtu rreziku nga pickimi i kafshëve mund të dyfishohet. Gjithashtu një vëmendje shumë e shtuar duhet jetë për ata persona të cilët janë alergjik. Mjekët apelojnë që të gjithë personat të cilët janë alergjik duhet të kenë dyfish vëmendje për shkak se komplikacionet e alergjisë mund të sjellin edhe pasoja shumë të rënda në shëndetin e tyre në rast se nuk trajtohen në mënyrë të menjëhershme. Qendra shëndetësore e Belshit ka të gjitha kushtet për të funksionuar si spital rajonal dhe të gjitha ata persona të mos neglizhojnë në rastet e pickimit, jo vetëm nga insektet, por gjithashtu edhe nga gjarpërinjt apo edhe kafshë të tjera të cilat mund të shkaktojnë probleme. Duhet menjëherë të konsultohen me mjekët dhe të marrin mjekim të specializuar në qendrën shëndetësore. Për më tepër, unë juftoj që të ndiqni sinkronin që ne kemi marrë me mjekun Agim Hasko në qendrën shëndetësore të Belshit, i cili veç këshillave ka edhe një thirrje për të gjithë fermerët të cilët gjatë kësaj periudhe do të punojnë në bujqësi. Në këtë sezon, rastet të shpeshta janë të smurët kronik, sidomos për problemet e alergjive të stinës. Rastet të tjera janë me pickime nga insektet apo nga bricit, nga gjarpërinjt. Këshillat tona janë që gjithkush të jetë vëmendshëm përfshi dëmtuesve të paraqitet në kohë edhe shpejt në urgjencë.
Në përgjithësi nuk kemi pasur raste të shtuara, raste të Mirë, Edisona, ndoqëm kështu edhe intervistën që ti ke kryer me mjek në qendrën shëndetësore në Bel. Shumë falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt se takon kësaj çështje. Tani do ndalemi në qytetin e Lezhës me kolegun Gjergj Figuri, ku bashkia ka ndërmarrë një aksion pastrimi se takon të gjithë vijës bregdetare në Shëngjin për të qenë gati për një sezon veror turistik. Gjergj, të përshëndes, si po vijon ky aksion pastrimi? Në fakt duhet thënë që ky aksion i gjerë pastrimi vjen vetëm një ditë para hapjes zyrtare të sezonit turistik të planifikuar tashmë që të kryhet mbrëmjet të shtunës dhe sigurisht është nevojshme që gjithë zona bregdetare të pastrohet, kryesisht nga mbetjet që vijnë në bregdet nga prurjet e detit, pra janë sigurisht mbetjet që gjenerohen pasi ato dalin në bregdetit dhe problematika nuk janë që mungojnë, ndajte ky aksion i gjerë që përfshiu të gjithë Bashkinë e Lezhës, administratën, por që u bashkuan edhe institucionet të tjera rajonale të Lezhës, e përqendroi të gjithë vëmendjen e saj nga Rana Hellun deri në Pune, në një vit bregdetare të konsiderueshme. Kjo dhe për një arsye shumë të rëndësishme, sepse lidhet pikërisht edhe me territorin që tashmë do të jetë në administrimin e bashkisë, pra plazhe publike dhe si e tillë do të jetë kjo fundit që do të mirëmbahet të gjithë këtë vit bregdetare, por sigurisht përveç administratës dhe punonjësve të shërbimeve që u angazhuan ditën e sotme, edhe mjetet e shumta janë vënë dispozicion që duke filluar nga dita e nesërme, i gjithë vija bregdetare të jetë krejtësisht e pastër dhe pa probleme. Në fakt ashtu siç edhe në vitet e shkuara ka patur një vëmendje të shtuar sa i përket cilësisë së pastërtisë në bregdetin e Shëngjinit dhe kryesisht të Lezhës, se përfshirë edhe Talen, edhe këtë vit ky do të jetë motoja kryesore, pasi mbetet pjesë e rëndësishme pastërtia dhe më pas duke i ofruar edhe shërbime të tjera të mund të tërheqë sa më shumë vizitorë. Këtë vit është parashikuar që hapja e sezonit të kryhet më herët, pra për të paraprirë motit të mirë që është favorizues në këtë periudhë dhe që kanë citur vizitorë të shumë të zgjedhin pikërisht bregdetin e Lezhës për të kaluar kryesisht punjavat, por edhe ditë pushimit veçanta, edhe sepse ofron edhe kushte financiare të mira në këtë periudhë me operatorit e ndryshëm që shfrytëzojnë momentin edhe për të bërë oferta, dhe kjo duke se i ka tërhequr, duke bërë që një numër i konsiderueshëm i këtyre vizitorëve pikërisht i drejtohen në Shëngjinit. Dhe tashme edhe me rrugën e re të Velipojës, që është bërë një panorama atraktive për të gjithë vizitorët, por edhe të huajt, kryesisht ka bërë që ky fluks të jetë edhe më i madh. Ndaj dhe i gjithë ky aksion i ditës së sotme i paraprim një aksioni të gjerë të ndërmarrë edhe më herët nga Bashkia e Lezhës, jo vetëm sa i përket pastërtisë, por krijimit të gjitha shërbimeve të nevojshme për pushuesit, ka bërë që tashmë ky plazh të jetë kryesisht i pastër, duke qenë i gatshëm për të pritur vizitorë dhe pushues të shumë. Dhe me zyrtarizimin e ditës së nesërme, le të themi hapet sezoni turistik, megjithëse do të thënë që edhe gjatë muajit prill ka patur vizitorë të shumë që kanë zgjedhur pikërisht bregdetin e Shëngjinit për gjithçka atë çfarë ofron. Sigurisht ajo çfarë kërkohet në këtë moment është bashkëpunimi i vet pushuesve dhe vizitorëve që duhet të mirëmbahen zonat ku ata pushojnë si një domosdoshmëri, sepse fatkeqësisht ndodh që pavarësisht se gjeni plazh të pastër, nuk është se mirëmbahet i tillë nga vetë pushuesit, dhe këtë vit do të fokusohet edhe një mbështetje më e madhe pikërisht që pavarësisht situatës që do të lënë pushuesit në fund të ditës kur të kryer pushimet e tyre, gjithçka të jetë e pastër në ditën pasuese. Sigurisht këti momenti është referuar dhe kryeut Bashkisë së Lezhës Perindreu, i cili foli për nevojën e bashkëpunimit jo vetëm me operatorët turistik, por sigurisht edhe me pushuesit dhe vizitorët që vinë në Shëngjin që të kontribuojnë edhe ata për të mirëmbajtur dhe mbajtur pastër të gjithë vijën bregdetare të Lezhës si një mënyrë mirë dhe efikase edhe për ta, por për t'u lënë edhe të gjithë atyre që do të vinë pas tyre, ndaj dhe
Shtoja të ndishtim edhe intervistën edhe nga Kryeministri i Bashkisë së Lezhës në jo pikërisht për këtë ditë dhe këtë aksion të ditës së sotme. Është një aksion ku kryesisht bashkia ka dalë sot edhe institucionet e tjera për të bërë një pastrim radikal të gjithë vijës bregdetare. Nuk është një situatë alarmante, ka një farë stabiliteti pasërtia, gjithsesi ne po bëjmë punën tonë. Ju bëj thirrje gjithë pushuesve që vinë në Bregdet të mos marrin qese dhe t'i lënë, sepse ka shumë qese që janë në rërë dhe mezi po i shkulin, po t'i marrin mbedorinat me veta dhe t'i hedhin në një nga koshat e mbedorinave diku në rrugë. Pra shumë e rëndësishme që të ketë një ndërgjegjësim qytetare. Ke parasysh ne do bëjmë punën tonë, absolutisht pasërtia në Shëngjin do jetë në nivele të duhura këtë verë, kemi marrë gjitha masat e nevojshme, por duhet një aksion për ta sjellë situatën në normalitet për shkak edhe të mos pasë sezonit dhe një vëmendje më të ulur që kemi pas gjatë kohës. Mirë, Gjergj, që ndoshim kështu edhe këtë prononcim të kryetarit Bashkisë së Lezhës, unë falenderoj edhe për raportimin e drejtë për drejtë. Studentët jo Amerikan nuk do të kenë më mundësin që të studiojnë në Harvard. Trump ndalon universitetin që të regjistroj student të huaj. Departamenti i Sigurisë akuzon universitetin se ka krijuar një mjedis të pasigurt dhe ka lejuar terrorizmin dhe anti-amerikanët të sulmojnë studentët hebrenj. Vetë universiteti ka quajtur vendimin e administratës së Trump të paligjshëm dhe deklaroi se nuk do ta zbatojë atë. Administrata e Donald Trump i ndaloi Universitetit të Harvard të regjistrojë studentë të huaj. Mira studentë që janë aktualisht të regjistruar duhet të transferohen në shkolla të tjera ose të largohen nga vendi. Departamenti i Sigurisë Kombëtare njoftoi vendimin, duke thënë se Harvard ka krijuar një mjedis të pasigurt në kampus, duke lejuar agitatorët anti-amerikan dhe pro-terrorist të sulmojnë studentët hebrenj. Pa dhënë ndonjë provë, departamenti gjithashtu akuzoi Harvard për koordinim me Partinë Komuniste Kineze. Harvard regjistron thuajse 7.000 studentë të huaj në kampusin e tij, që përbëjnë më shumë se 1/4 e trupës studentore. Shumica janë studentë tashmë të diplomuar, që vinë nga më shumë se 100 vende të botës. Në një deklaratë universiteti e quajti vendimin e administratës së Trump të paligjshëm dhe shprehu përkushtimin për të vijuar të pres studentë të huaj që pasurojnë vetë institucionin dhe Shtetet e Bashkuara. Ky veprim akmarrës kërcënon një dëm serioz për komunitetin e Harvard dhe vendin ton dhe minon misionin akademik dhe kërkimor të universitetit, thuaj në një deklaratë. Ndërkohë një gjykatës në Kaliforni e bllokoi administratën e Trump nga ndërprerja e statusit ligjor të studentëve të huaj në të gjithë vendin. Urdhri i gjykatësit i ndalon qeverisë të arrestojë, burgos ose zhvendos studentët diku tjetër, bazuar në statusin e tyre ligjor, derisa çështja të zgjidhet. Studentët megjithatë mund të arrestohen për arsye të tjera dhe statusi i tyre ligjor mund të revokohet nëse dënohen për një krim të dhunshëm që mbart një dënim me burg prej më shumë se 1 viti. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar që Harvard të bëjë ndryshime në punësimin, pranimet dhe praktikat e mësimdhënies për të ndihmuar në luftën kundër antisemitizmit në kampus. Shtëpia e Bardhë ka kërcënuar të revokojë statusin e universitetit të përjashtuar nga taksat dhe të ngrijë miliarda dollar në grante qeveritare. Harvard më parë tha se kishte ndërmarrë shumë hapa për të adresuar antisemitizmin. Administrata e Trump ka kërkuar të gjitha të dhënat disiplinore për studentët jo emigrantë të regjistruar në Harvard gjatë 5 viteve të fundit. Kjo erdhi pas protestave të vazhdueshme në kampuset amerikane në mbështetje të Palestinës. Disa studentë janë arrestuar muajt e fundit për pjesëmarrje në këto protesta dhe administrata e Trump i ka akuzuar se mbështesin Hamasin dhe terrorizmin. Recep Tayyip Erdogan thot se ky është mandati i tij fundit si president dhe se nuk synon që të kandidojë sërish. Por presidenti turk thot se nuk do ta mbyll këtë mandat pa ndryshuar kushtetutën, të cilën e konsideron të shkruar nga ata që planifikuan grusht shteti. Recep Tayyip Erdogan nuk po mendon të kandidojë sërish për president, edhe pse është i vendosur për të çuar para ndryshimet kushtetuese në Turqi. Erdogan tha se është interesuar vetëm të përmirësojë imazhin e vendit dhe të ndryshojë kushtetutën që sipas tij është shkruar nga ata që planifikuan një grusht shteti. Nuk kam ndërmend të rizgjidhem ose të kandidoj përsëri për president. Jam interesuar vetëm të përmirësoj imazhin e vendit. Turqia nuk mund të vazhdojë me një kushtetutë të shkruar nga komplotistët e grushtit të shtetit. Ne kemi nevojë për një kushtetutë të propozuar nga qytetarët.
Presidenti turk tha se partia e tij ka filluar hartimin e një kushtetutë të re dhe gjithashtu i bëri thirrje opozitës të marrë pjesë në këtë proces. Ai theksoi se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme, edhe pse thirrjet për një hap të tillë janë shtuar. Erdogan ka qeverisur Turqinë për 20 vjet, së pari si kryeministër dhe që nga viti 2014 si president. Mandati i tij aktual përfundon në vitin 2028. Tërheqja që ai deklaron vjen në një kohë kur situata politike në Turqi është e tensionuar. Rivali më i madh i Erdogan, që shihet si një pretendent kryesor për të fituar zgjedhjet e ardhshme, është burgosur. Kryebashkiaku i Istanbullit Ekrem İmamoğlu u arrestua me akuzat për korrupsion, por opozita dhe qytetarët thonë se ky ishte një veprim i motivuar politikisht për të eliminuar kundërshtarin e Erdogan. Arrestimi i İmamoğlu u pasua nga protesta të mëdha kundër Erdogan dhe qeverisë së tij dhe mbështetja për kryebashkiakun u rrit, edhe pse ai ndodhet pas hekurave. Ishte e gjithçka përgatitur për Shqipëria sot, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.